Horoskopi ditor e shtunë, 10 maj 2025. Kjo është përmbledhja, por videon e plot e gjeni në kanalin ton të YouTube-it Big VIP Albania Kosova. Dashi, pozicioni i hënës sjell një rritje të energjisë dhe entuziazmit. Demi, shtrirjet planetare sot ju inkurajojnë të mbështeteni në qëllimet tuaja afatgjata. Binjakët, sot është një ditë reflektimi dhe fokusit të brendshëm, pasi pozicionet planetare ju nxisin të zhyteni në mendimet dhe ndjenjat tuaja. Gaforre, dita është e përshtatshme për të ushqyer mjedisin tuaj familjar, pasi energjitë qiellore nxjerrin në pas çështjet e shtëpisë dhe familjes. Luani, me yjet që rreshtohen në mënyrë të favorshme sot, ka një vëmendje të veçantë në shprehjen tuaj krijuese dhe angazhimet shoqërore. Virgjëresha, energjitë qiellore të sotme theksojnë efikasitetin dhe praktikën, perfekte për organizimin dhe pastrimin e mjedisit tuaj. Peshorja, sot është një ditë e mrekullueshme për të nxitur lidhjet, qoftë përmes punës në grup apo tubimeve shoqërore. Akrepi, shtrirja kozmike e sotme ju fton të eksploroni të vërteta më të thella dhe të përqendroheni në transformim. Shigjetari, energjitë kozmike sot përqendrohen në zgjerim dhe aventurë, duke ju inkurajuar të çliroheni nga rutina dhe të eksploroni mundësi të reja. Bricjapi, yjet e sotëm theksojnë përgjegjësinë dhe ambicien, duke u parafruar me shtysën tuaj natyrore për sukses. Ujori, shtrirjet qiellore të sotme inkurajojnë inovacionin dhe bashkëpunimin. Peshqit, ndikimi planetar i sotëm ju fton të shfrytëzoni intuitën dhe kreativitetin tuaj. Mos harroni që të ndiqni videon e plot në kanalin ton të YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Bëni tani subscribe dhe nuk do të humbisni asnjë nga videot tona.